Këto janë pamjet ekskluzive të siguruara nga shteti, që tregojnë dinamikën e atentatit mafioz në një nga zonat më të sigurta të vendit, vetëm pak metra larg aeroportit ndërkombëtar Nën Terezë. Ngjarja ka ndodhur në më pak se në 1 minutë, në një zonë të populluar ku ndodhen 10 kamera sigurie dhe forca policore. Mesditën e së martës së 11 nëntorit 2025, u ekzekutua një emër i njohur për lidhjet e tij me kulturat e kohës së krimit, Kilmando Dani. Policia e Tiranës njoftoi se atentati ka ndodhur rreth orës 14:20 minuta, ku persona ende të paidentifikuar kanë hapur zjarr me breshëri Kallashnikovi në drejtim të shenjestrës së tyre, të sapo ardhur nga Spanja. Pamjet tregojnë se ndaj automjetit është qelluar në 3 momente të ndryshme. Autorët, të maskuar dhe të veshur me uniforma që ngjanin me ato të policisë, kanë qelluar në drejtim të mjetit, duke ndalur atë në vend. Më pas, një prej autorëve ka zbritur nga makina, ka rimbushur armën dhe ka qelluar sërish në drejtim të objektivit të tyre, Kilmando Dani, i ulur në sedilin e pasagjerit. Pas këtij momenti, duket se ndaj makinës së viktimave është qelluar sërish, në distancë për të tretën herë nga një tjetër autor. Pamjet tregojnë se autorët janë larguar në drejtim të fushkrujës, ndërsa kalimtarët e rastit janë ofruar për të ndihmuar personat brenda mjetit. Pamjet e tjera të siguruara nga shteg tregojnë se vetëm 2 minuta pas atentatit, një kolon prej 4 makinash të një delegacioni zyrtar kalojnë pikërisht në vendin ku ndodhi ngjarja. Në sedilën e parë u gjeti pa jetë Kilmando Dani, 47 vjeç, ndërsa shoferi, Muçi Shaliani, që më vonë rezultoi se ishte një agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, u nxorr nga makina me shenja jete. Policia njofton se po vijon hetimet mbi ngjarjen, por mënyra se si grupet kriminale lajnë hesapet me njëri tjetrin ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë në vend. Jo vetëm për mënyrën brutale të ekzekutimit, por dhe për faktin se atentati u krye në një zonë që konsiderohet ndër më të sigurtat në vend, në hyrje të aeroportit kryesor të Shqipërisë.